si nga dita tjetër, si rrallë herë më shihni në banjo, po u bëra të dyve mëngjesin sepse është ditë e shtunë edhe I kam të dy në shtëpi, edhe vendosa që të vija të bëja këtë rutinën time të mëngjesit, se nuk do të më lënë më vonë. Problemi është jasona që më vjen nga mbrapa, sidomos këtu në banjë, edhe nuk më lë. Kështu që, po, sa lava fytyrën, do vendos kremin hidratues. Më pëlqen ky kremi, është goxha I mirë. Tani do ta lëm sa të përthit lëkura kremin hidratues edhe do presim. Tani që nuk kam shumë kohë nga fëmijët, nuk përdor shumë produkte, sepse këto që I pi shpejt e shpejt, dhe kështu që I kam reduktuar për shumë vitaminën C apo retinolin në darkë, nuk I vendos. Ja thoritet e pak jasën edhe pastaj do fillojmë që të kemi kohë që t'i bëjmë avash avash të gjitha hapat. Tani, krem dielli, kam këtë të Skin 1004, është shumë I miri, më pëlqen edhe dua që ta porosit përsëri, po do të porosit 2 ose 3 që t'i kem edhe për në verë, mos të bëjmë porosi muaj për muaj. Ja. Ska gjithë do I mbledh mami. Kaq produkt përdor unë, sidomos sot që ka dhe diell, duhet. Vendosa dhe kremin e diellit, fytyra ime është në këtë gjendje për momentin, nuk e di pse më dalin akne, por hajde, s'ka problem. Tani me qenë se sot do të xhiroj edhe të bëjmë pak njeri, po vendos BB cream, kam këtë të mishës, ma kam treguar edhe këtë nga Purito. Janë shumë të mirë të dy, por kjo më pëlqen më shumë nga ngjyra, sepse më nxjerr pak më të bardhë, ndoshta duhet të marr një numër tjetër, nuk e di, dhe I bashkoj bashkë. I bëj bashkë këtu tek dora, edhe me stikerat e Ailës, edhe gati njësoj janë, nuk e di pse më duken mua që është pak më I errët ai. Ja, të dy bashkë këtu s'kan asnjë ndryshim. I marr me këtë spongjin e vogël. Edhe ja, jo ndonjë ndryshim I madh, por hajde sa për nuk e di sa për mbulim pak të këtyre problemeve që kam. Tani kam këtë të vetullave, është goxha I mirë, më pëlqen. Edhe vetullat I kam keq kur të heq gjoksin, jasona nga xhiri, do të mendoj që të bëj kështu brown lamination, nuk e se quhen, diçka e tillë. Të shoh, sepse se kam vendosur mirë. Edhe vetullat u bën, jo shumë mirë, po hajde se të fuan të grinden këta fëmijët, kështu që do vendos dhe pak blush nga Kiko, është ky numri 2. Jo ndonjë gjë kush e di se çfarë, por interesant është. 1, 2, shumë pak sepse këtu në shtëpi do rrim. Edhe ja. Goxha I mirë ky blushi. Tjetër kam dhe qerpikët, kam nevojë që të blej një kështu maskara të ri, por s'ja përmbar, edhe kam ngel akoma me këtë. Buzët do t'i bëj pak me lapës, kjo firma Care, është numri 303, në supermarket e kam bler këtë. Edhe ja si doli, shumë thjesht, jo ndonjë gjë e madhe. Unë jam amatore në kështu në këto punët e make-upit, nuk ja them shumë. Tani do
Tani do iki të pi kafe, sepse nuk kam pirë fare dhe duhet ha dhe mëngjes, akoma se kam vendosur se çfarë, ndonjë vezë do bëj. Edhe kështu. Sot na ka dal dielli, por nuk e di po do dalim. Ndoshta pastaj këtu në për shtëpi sepse ka rënë shi natën, shumë shi. Është vendi i lagur i gjithë edhe puna jashtëm që nuk na vesh këpucë, edhe nuk do që të mëftohen. Kështu që pak më vonë që të thahet pak atje te Koborrion, unë do merrem me makinën me të pastruar dhe sa fëmijët të luajnë atje. Kjo është plani deri tani. Ika tani, shihemi më vonë. Sa pa vendosa jashona në gjumë, u grind shumë, edhe tani nuk e di, po mendojmë që të bëj drekën, por doja që të hapja të thoshe që do filloj pak si pa kuptim kjo video, ky vlog, sepse kam fshirë pa dashje hyrjen. Unë e kam fshirë sepse mendoja se kisha hedhur te programi që editoj, edhe e fshira që të kem sa më shumë memorje, kështu që nuk e kam as tek koshi, e kam fshirë komplet, edhe kështu që u mërzita pak, ishte hyrja që po ju tregoja që ku kishim qenë, që u kthyem nga shtëpia unë dhe Jasona, u tregova disa gjëra që kisha bler në një supermarket, edhe një mini jumbo haul, nga që kishim disa gjëra që kishim bler një ditë më para, por s'ka problem. S'kemi çfarë bëjmë, do filloj pak shumë vetëm me skena, kam bërë një bukë me brokoli, por dështova dhe në atë, dhe e hodha sepse nuk më ngeli si e qullt brenda, për arsye se nuk isha edhe shumë baking powder dhe kështu që ngeli shumë gjullë. Kështu që do çojmë tani që të bëj edhe një recetë tjetër, që kam parë dhe atë në internet. Do çohem që dhe të gatuaj. Akoma nuk e dimi se çfarë do bëjmë, por të shohim, do çohem një herë atje. Ishim pak jashtë me fëmijët se është diell, por ju thash që vendi është shumë i njom, akoma është i njom, edhe i vesha Jasonas një palë çizme të vogla që janë për të borë ato më shumë, ja kisha bler unë në Temu për të borë. Dhe sikur i mbajti pak, por nuk po ecën në mirë me to, nuk i ka shumë qef. Këpucët nuk e di, do t'ja veshim avash, t'i blejmë një palë atlete, sepse ato tajlës kur ka qenë e vogël, nuk i bëjnë, i rrinë të vogla, kështu që do i marrim palë tjera. E s'kemi qa bëjmë. E kthyem, do bëjmë patate me qofte, kështu që patatet do t'i bëj në një fryer që janë pak më të shëndetshme se sa në të skuqura, kështu që ju hapa sepse doja të tregoja diçka që kam parë tek një video tek një vajzë që gatuante. Po qëroja patate tani dhe e shikoni këtu që i ka patatja me këtë pjesën këtu të kësaj grirses, e heq kështu, e bën në formë rrethore dhe ikën. Por pritë kjo pak s'ka shumë. Ja, në këtë formë. Iku, nuk kam më. Kështu që nuk kemi nevojë që të përdorim thik. Unë personalisht, mbasi e qëroja, merja thikën dhe i pastroja këto pjesët kështu. Dërsa tani është me shpejt. I heq direkt këto kështu edhe nuk ka asgjë. Ja, u pastrua në këto pjesët. Këtë doja të tregoja. Deri tani kam fol kot, po bëja video dhe nga që është dark edhe kam telefonin të kthyer, nuk e kuptoja nga që telefoni e kishte ndaluar videon, nuk ishte më hapësirë. Unë po ju thosha që meqense nesër është data një shkurt dhe dua që të eliminoj sheqerin e shtuar dhe po ju tregoja një recet që kisha parë në Instagram, po bëj një ëmbëlsirë me pak përbërës. Unë e kam filluar, i kam hedhur të gjithë përbërësit, por po ua shpjegoj përsëri nga e para. Kjo ëmbëlsirë është pa sheqer, është me banane,
është me kakao bio dhe nuk ka sheqer kjo kakao, është me 0 sheqer dhe një gotë qumësht. I kam hedhur këtu, tani unë do t'i frulloj të gjitha këto dhe pastaj do t'a zijem, kështu që po i frulloj shpejt e shpejt dhe po u tregoj hapat e tjerë. Ja dhe masa që u bë, tani do t'a hedh këtu. Dhe do t'a trazoj derisa të marrë 2-3 valë. Në këtë enën kam vendosur pak ujë dhe do të vendos mbërsiren që zjeva, ja. Dhe do t'a vendos në frigorifer, kështu që nesër në mëngjes do shikojmë rezultatin. Do t'a lë të ftohet pak dhe pastaj do t'a fut në frigorifer. Është ditë e diel edhe sot ditën e kemi marrë me qetësi, për shkak edhe të motit ka qenë me shi, ka rënë shumë shi edhe fryrë e madhe, kështu që jemi zgjuar me vonesë edhe s'kemi bërë asgjë tjetër, thjesht të katërt këtu kemi ngrënë mëngjesin, kemi ndenjur, vetëm kemi ndenjur derisa burri doli me ajlën një xhiro. Unë vendosa jasona në gjumë. Ne nuk dolëm sepse jasona tani ka oraret e gjumit, edhe thjesht e nxora këtu pak dhe nuk dolëm. Mos t'i prishte rezin, jo që grindet shumë në makinë, nuk qëndron, bëhet kështu e pamundur. Kështu që vendosa më mirë të rri këtu në shtëpi. Mora dhe kafe nga jashtë, e solli burri me ajlën. Edhe e kam hapur videon vetëm për këtë ëmbëlsiren që kam bërë dje, që mos ta lë për më vonë, sepse pastaj më nuk isha qatë, se pastaj nuk kam më qatë të tregoj, është një ditë shumë, kështu, jo, është një ditë që vetëm rrim, bëj unë ndonjë punë tek tu, për të ngrënë edhe kaq, nuk se bëjmë ndonjë interesante sot. Kështu që, sidomos me këtë kohë që është tani, nuk kam çfarë bëj fare. Kështu që e kam nxjerrë sapo e nxorra nga frigoriferi, ëmbëlsiren, nuk e kam hapur fare që ta shikoj as nga kurioziteti, sepse me fëmijët këtu nuk kam patur fare mundësi. Kam marrë këtë pjatën, do ta vendosim këtu. Ja si duket, nuk e di, po, se mos më derdhet. Tani do ta kthej këtu. Uroj të jetë bërë mirë, duhet të jetë konsistencë si puding, si puding, si e trash, kështu që të shohim. Okej, po filmoj me telefonin e vjetër sepse telefoni i ri nuk ka memorie, më duhet të ta rregulloj. Kështu që nuk ka dalë fare si që prisja, duhet të ishte konsistenca e trash, thash, por kjo ka dalë me quët, nuk e di pse. I hodha pak kanell, ajo vajza i hidhte çokollatë, por unë ju thash që dua të heq dorë fare nga këto sheqeri shtuar dhe nuk duhet të hedh çokollatë në pak fjalë. Tani ta provojmë. Është si ujë, njësoj si fare mirë. Shumë e keqe. Shumë e keqe. Nuk e di çfarë i hidhin tjetër, sepse nuk tregonte recetë poshtë. Thjesht bëra të njëjtat gjëra që kishte bërë në video e vajza. Por shumë e keqe. Nuk është fare e mirë. Është recetë e dytë që dështoj, edhe dy e keni të filmuara në këtë vlog, kështu që unë nuk është se jam në një guzhinjere wow, as nuk e kam qejf fare kuzhinën. Zakonisht unë gatuaj sepse duhet gatuar, kështu që nuk e di si e marr përsipër që të merrem me këtë lloj recetash, por thash t'i provojem. Tani njerëz jemi, të tështojmë, s'kemi çfarë bëjmë. Në kuzhinë këtë vlog e kam kënaqur. S'ka problem. Ç'a të bëjmë? Kështu.